Sot kemi ardhur te njëra prej familjeve tona, e cila është një nonë me 3 fëmijë, jeton me qëra, vendi ku jeton është një shtëpi shumë e vjetër, dhe përmes kësaj video kena me mundu me paraqitë gjendjen në të cilën jetojnë këta fëmijë, edhe nona me ta, dhe me shpresu që donatorët tonë që na kanë mbështetur në projektet tona të kalume, vitet e kalume, më na mbështet edhe në këtë rast që të arrijmë bashkërisht me bën një zgjidhje për një vend banim që me qenë i tyre, edhe me qenë minimalisht i vend i banueshëm, sepse këto ku jetojnë në shtëpia tepër e vjetër është shumë e ftohtë, nuk ka pllog, do më shtëpia është shumë e vjetër, hyn uji edhe e shihni prej pamjeve edhe vetë. Na po bëjna një intervistë shkurt edhe me nanën e fëmijëve, pak a shumë më na tregu gjendjen, domethënë që e kalojnë, situatën në cilën janë, edhe masnej inshallah jemi në kontakt me këtë donator tonë. A mundesh më na tregu, domethënë pak a shumë edhe prej përshkrimit, e kupton që i drejtohemi donatorëve tonë me këtë video, nëse ki mundësi më na tregu që so vite jetoni në këtë shtëpi. Unë jetoj që 7 vjet të kjo shtëpia, kush do të pishin edhe vet. Inshallah del na i donatorën dhe na ndihmon. So fëmijë? I kam 3 fëmijë, edhe une. Para so viteve ju ka vdek burri? Para 5 vite. 5 vite. A ka qenë smut? Jo, infrakt. Prej infraktit, a? Po. Edhe në kohën e tina keni qenë me qëra këto? Po. So po është vështirë me jetu, domethënë në çdo kushte? Palla e bo vështirë, po qa me bo? Apo keni ftoft me qapo nxejnë shpinë? Jemi ftoft është, po dru fal shoqatës ju islamikit, na jep për çdo vjet dru, edhe ngrofna me dru. Shumë mirë. Për fëmijë, qysh e kanë përjetu pak këtë farë situatën e vështirë, edhe domethënë, a ka qenë burri në shtëpi kur ka ndru jetë, a ka qenë punë, qysh e keni marrë vesh jo? Po, kur ka ndru jetë, u kanë të shtëpi, u kanë në punë, po tani në punë ju këtë studentja, u arë të shtëpia, tani kur ka në shtëpi, kur e ka kap sulm, e kemi marrë na me që për të mjeku, tani ka dek në udhë. Rrugës? Po, rrugës për të që, me të që spital. Çfarë moshë ka qenë burri? 39 vjetë. 39 vjeçare. Fëmijat, a e kujtojnë, a mërzitën? Po, mërzitën e kujtojnë. Po qa me bota, kjo është qa që Zoti ka dhonë ymër, inshallah na edhe në lëhanga shqyrqina musliman e kuptojna qashtu së dhimbje madhe, po s'ki qa panë, qështu Zoti e ka shkru. Kemi nevoj për një vend banim, një banis apo shtëpia, po marrë për asysh, veç mu kanë se... Mësë me kanë me qëra dhe me kanë e banushme. Mësë me kanë me qëra, me kanë e banushme, me fjetë mja rahat, mirë, që kja është. Fëmija po mësojnë, po duke në qenë shumë mirë. Po, mirë, elhamdulillah mirë. Mirë mësojnë. Tash na jetën du të me marrë qysh të sprovohemi, du në se cilë njeri ka sprovat e veta, edhe rrethi na si organizat, po edhe njerës tjerë pa mirë sa, inshallah na përgjigjen në kërkesën në propozimin tonë. Inshallah. Edhe kemi obligim me u gjindë njëri tjetrit. Faleminderit për jush, inshallah Zoti ju shpërblen, për i kretve që bëjnë mirë, që dojnë me në ndihmue, Zoti inshallah ju shpërblen, ja u gëzon familjet e juja, që shpo na gëzoni neve. Amen, inshallah, shumë faleminderit. Edhe njëherë do me thonë që kjo është gjendja situata e kësaj familje, nuk besoj që ka mundësi më të mirë se sa në muajin e bekuar të Ramazanit me mri, me dediku sa do që të keni mundësi një shumë për këtë familje, që t'ja bëjnë bashkërisht një zgjidhje të përhershme për këta fëmijë që mos të kanë dert breng punën e banimit, edhe me vazhdu jetën e vetë me shkollimin e tyre, që inshallah kanë me qenë zot të vetës, edhe shpresojna që në tarmën kanë me kohën edhe njerëz që kanë me ndihmu edhe vetë neve si organizat prej dëshirës dhe potencialit që e kanë si familje.